Minuta dhe të qëndrojmë bashkë, unë pres telefonata tuaja në këtë mëngjes për dhënë opinionet dhe mendimet tuaja për temën e ditës, por jeni të lirë të jepni dhe opinione të tjera për post temës së ditës. Tema e ditës në sondazhin tonë, në sondazh.tv, në shqiptaria.com dhe Report Televizion është Trump tarifa doganore 10% për Shqipërinë. Sa ndikon kjo në ekonominë e vendit tonë? Pra, tarifat 10% vendosura nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sa ndikon kjo në ekonominë shqiptare, vendosja e tarifave nga presidenti amerikan Donald Trump. Është kjo pra tema këtë mëngjes, por ju mund të jepni edhe përpos temës mendime tjera, pra jeni të lirë për të dhënë komente dhe mendime shtesë. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Pa unë përkohë shkojmë të telefonatat, vetëm do ju lutesha në mënyrë më të përmbledhur që të gjithë kenë mundësi. Mos presin gjatë linj, po t'japin opinionet dhe mendimet e tyre, pasi minutat ikin, 60 minuta nuk janë shumë dhe me njerë pres pa humbur kohë mendimet e para. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Përshëndetje. Cili është opinioni juaj? Po, përshëndetje. Tani, me thëmë të drejtën, në një vend si Shqipëria, ku nuk ka shtet ligjor, ku abuzohet çdo ditë, ku korrupsioni në nivel të lartë, kjo tarifë është shumë e rëndë, që do rëndoj në xhepat e shqiptarëve. Ata do t'i paguajnë të gjitha këto. Se kam parasysh luftën në Ukrainë. Nisi lufta në Ukrainë dhe këtu filluan çmimet. Pra, por ne jemi në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Po. Edhe në mënyrë të veçantë, opozita ka një program shumë të qartë. Se flet për uljen e TVSH-s, për uljen e çmimit të energjisë, të ujit. Nëse bën realitet me ardhje pushtet opozita, kjo tarifë nuk do ndjes fare. Nëse programi, thonë ju i opozitës, vjet në realitet me këto premtime që ka bërë? Po, ka një program shumë të qartë. Pra, ka një program, domethënë flet për uljen e TVSH-s 15%. Nëse nuk e bën në realitet, faktën të realizoj gjysmën e asaj që premto, prap se prap, kjo tarif e vendosur nga presidenti Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse po fund Trump e kam rregull, ai thot Amerika është e para. Ati s'ka që duan shtetet tjera i përdor kështu si. Jo, ekonomia për shembull, edhe ekonomia amerikane do ketë pasoja. Do rriten edhe atje çmimet, sepse do vendosen tarifat. Po normale që do rriten edhe atje. Por kemi parasysh ku është niveli i Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me shtetet tjera. Tani problemi këtu që këto programet e këtyre qeverive, atë që jemi prag pushtrale, edhe një muaj e pak ditë, e djera, nuk ka qësa në problem. Sepse pa shohim një program në ajër, po shohim një program ide fikse, Shqipëria 2030. Po, Shqipëria në Bashkimin Evropian, thotë Edi Rama. Nuk e mendon se Edi Rama, hyna pusën, po, 2030. Edhe në 2030, rritu dhe pagat dhe pensionet. 2030. Do më thonë që pensionistët janë vjemë, vajzat të reja presin ka 5 vjetë, 15 vjetë, 20 vjetë, sa dhe të qeti e Ramës, kur dhe të qeti ati. Sa të reja i pushtet. Kështu që programi opozitës duhet të realizu shumë. Sepse në funkunit Sali Berisha, edhe ku ka qenë 8 vjetë në kryet të Berisha, i ka majtë premtimit paka shumë. I ka rritë pensionet 15% në fshatë, 10% në qytetë. Por 12 vjetë në qeverinë ka bazë nga ana publike. Ju uroj punë të marë në emisionin ku e fisnik në këtë komunikim distancë me gjyqtarin, sepse është e djerë sot që kemi për borç, ju falenderojmë. Faleminderit edhe ju që u bët pjesë si telefonata e parë e mëngjesit të sotëm për të dhënë
mendimin dhe opinionin tuaj për temën e ditës dhe jo vetëm. Presim të tjera telefonata. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje. Cili është mendimi juaj për vendosjen e tarifave të Trump? Mendimi tim është që jo 10%, po le ta vëj dhe 100%. Këtu çdo gjë, si ta vendosi 10%, si ta vëj 0%, këtu korrupsioni, gallomania, vjedhja, çdo gjë këtu le ta vëj jo Trump. Trump ju hap me gjithë botën, le ta hap edhe këtu në Shqipëri me këto tarifat e larta me këto. I ka dhe do ketë edhe ai pasojat e tija. Po doja të thoshja të flisja për temën, për jo për këtë temë, po doja të thoshja diçka. Po. Ta dredhin që të duan. Kërkojnë me këto 33 vjet, 34 vjet, bëjnë programe sikur Shqipëria do haj me luk floriri. Jo. Këtu degeneroj, 33 vjet nuk bërëm dot Prokopias demokraci. Këtu ne nuk kemi bërë as minimumin e demokracisë, nuk kemi bërë as minimumin e të drejtave të njeriut, nuk kemi bërë as minimumin e të drejtave të sindikatave. Në ngrihen sindikatat sot me Saliun, që kanë zaptuar gjitha pasurit e Bregdetit dhe na tregojnë dhëmbët e ujgut. Jo, nuk bëhet. Nuk bëhet. Shqipëria, për mendimin tim, është në Europë sot 100% se është, sepse të gjithë fëmijët i kemi në Europë, i kemi jashtë. Dhe sa interesor më se çdo bëhet. Në dash t'i hapi Europa rrugët të bëj, ne rrugët të hapura i kemi, me dokumenta janë të gjithë, ne jemi 1 milion e gjysëm jemi në Shqipëri, jemi sa një lagje Athinës jemi, qeverisemi nga 120 deputet, qeverisemi në çdo qark, qeverisemi me prefektura, në prefektura, dhe qyteti i Këlqirës që është më i vogli, dhe ai ka në prefekturën e tija, qaj. Këtu vetëm i drejtor gjithandej, ndro për 6 muaj ndrojnë drejtorët, sepse e shohin se ç'bëjnë. Këtu ka degeneruar, o zotëri. Këtu ka degeneruar bujqësia. Nuk, përse mbajt departamenti bujqësisë, përse mbajnë këta 20 agronom të vesh në departamentin e bujqësisë. Absolutisht se bëjnë një fije pune. Kur nuk dali në teren në fush, fusha është infektuar me barëra të këqia, fusha është e pakulluar, fusha nuk vaditet, dhe këta vetëm din gjoja tanina është hera, kësa herate këta çdo gjë do dalin zbuluar, sepse këta ja kanë hipur sot në Abishti, pse ja kanë hipur në Abishti Kalit, sepse kanë bërë programe sikur këtu. Dhe të thoshja vetëm dhe këtë, mos u hakon të tjerve. Na premtoi Edi Rama që këtë mandat. Thuaje, fitoren e 4, mandati 4, do të bëjmë të gjitha legalizimet. Erdhi në pushtet që do na bënte legalizimet 100% dhe ujë të pishim 24 orë. Ujë të pishim nuk e duam 24 orë. Ne jemi të pa legalizuar me prona, me toka, me shtëpi, me asgjë. Jemi në mëshirë të fatit. Që nesër të dali një ligj, dhe ligji po thuaj se ka dalë. Pse ka dalë? Sepse këta e kanë bërë si Saliu dhe Edi Shqipëria 1 euro. 1 euro kanë zaptuar malet, oligarkët. Kanë zaptuar kullota që nuk kanë vlera kullote. E kupton se këtu s'ka kushtim më i bagëtit. Po këtu ka hipur gallomania. Dhe i zaptuan këta, sepse për breza apo për të tjera edhe tokat, siç kanë marrë malet, kullotat, kështu do na i marrin edhe tokat. Sepse kemi 33 vjet mo, sa vajti 7.501, po pse s'e legalizuar një, po të vesh kemi paguar 3 herë para, edhe nuk na kanë mbajtur nuk na kanë dhënë absolutisht një certifikat. Po sa herë që vemi për çdo 6 muaj, do paguash prap këtu, do paguash prap atje, dhe nuk i marrim gjithë të mirat këtu, më mirë pa shtet se sa me këtë shtet të degeneruar dhe në atë shtet që kërkon të vinë në fuqi gjithë të mirat. Faleminderit, ditë mbar, faleminderit për opinionin dhe mendimin tuaj. Presim të tjera telefonata pa humbur kohë. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Ule pak zërin e televizorit. Mirëmëngjes, cili është mendimi juaj? Ule zërin e televizorit, lutem. Ule zërin që... Mendimi... Po, vetëm... Po, ul zërin që të... Mendimi im... Po. Për tarifat që do vendosi Shtetet e Bashkuara Trump. Tu i thonë një lafe me mirë t'jesh me nder dihet pika, se sa t'jesh i vogël.
se ne kemi lidhur shpresën vetëm te Amerika. Edhe tjerët i kanë lënë tokat ikën, janë mbathën në për botë. Ata ikën se s'kishin kushte. Ta do ikin se s'kan kushte. Atëhere, kush do t'ja rrulloj kushte shqiptare? Ne jemi një popull vetëm dim të shajmë, të kritikojmë. Dim t'i bëjmë historikun tjetrit, t'i bëjmë llogarinë tjetrit. Por harrojmë familjen tonë, gruan tonë, edhe ekonomin tonë. Pra, unë e dëgjova dhe atë që flet nga Bershi. Na ka thënë çekun e bardhë Amerika. Më dëgjon apo jo? Po, ju dëgjoj. Na ka thënë çekun e bardhë në 91-shin, 92-shin. Ku vajti çeku bardhë? Që i shkatron me kanale, me uzina, i shkatron të gjitha, atëhere qysh do të marri vallën? Do të marri vallën si e do Amerika. Ku i ka tubacione, se do i shtrinë tubacione në tokë për vadite dhe do vinë fshatari e ti në tonë dhe në Sajqineska dhe të vadiste. Ku i vajtën? Tu thot korupcion. Korupcioni e ka mbyllur Shqipërinë e shkatroi komplet. Janë 2 pilota ratisur zotëri. Pse do të bombardonin jugun. Po të ishe bombarduar jugu, sot 2 anë të shkonvitit do të mbroshim me armë. E dini që ka pas tradhti kombëtar këtu apo jo. Prandaj tu ka ne kemi rënë në një pozicion se nuk e dim se kush është shejtani. Prandaj që të gjithë luftën e bëjnë ata që kanë zaktur, ata që kanë marrë, edhe gjithë politikanës. Nuk më thuaj një politikan që është i vashur. Më thuaj një politikan që ju vran fëmit. Edhe zonja Tabaku që ishë me kulluar e Partisë Demokratike, edhe ajo e ka vilën gjirin e lagjët. Ku i ka prokuroria ti shikojnë të gjitha këto gjëra që ndodhen këtu? Unë kam dhënë kontributin tim për Partinë Demokratike. Do të s'kam dhënë më shumë si me mirët të tjerë, po kam dhënë me qindrat të tjerë si pune e Kastot Islamit, që iku edhe bërën deputet, një ish komunist edhe një kryetar parlamenti. E bëri Sali Berisha, iku nga Partia Socialiste. Kam dhënë më shumë si Aslan Dogjani, një servil, që iku nga Partia Socialiste edhe u bë deputet në Partinë. Jam si Luan Baçi, një sekretar i nije. Edhe ju e kërkon votat të kneve. Ka marrë në 72% të votave. Do të thotë se votova dhe unë edhe tjertë. Ku vetëm? Pse nuk e kërkojnë të keqen tek vetja, po e kërkojnë të kundërshtari. Edhe Shqipëria u ka të ndisë sa që e morën bandat në të shtatën. Dhe arritu ngrit 7 shteti dhe sot është që drejtoj një organizatën e Kombëve të Bashkuar. Ju the gjithë gjithë evropianët që u thye hunda se ne shikonin Shqipërinë si delën e zezë. Përndaj ne do të mendojmë mirë se kush kontriboi dhe kush nuk ka kontribuar. Kush shkatroi, nuk bëri një terren sportiv, një stadium, një kënd lojrash. Kush? Ku vajtën fondet? I la spitalet me kërvatët e Enver hynë dhe qenin dherë ditën ditare. Pra, të gjithë duam të mbushim thesin, po qa kemi kontribuar, ata do marim. Hajde miru pash. Ditë mbarë dhe falenderit. Presim të tjera telefonata, të tjera opinionet, të tjera mendime mëgjesin e sotë. Mirë mëgjes, misë erdhët. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes telefonata, vetëm ullë një pak zërin e televizorit, lutem, se ju vjen me vones zëri. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes, përshëndet, nga na jonë në stil. Mirë mëgjes. Gjithashtu, cili është mendimi juaj? Tani, gjova sa parafolës, me të në drejtën, në kanë kënaqur, jo të gjithë, sa i pari fare bëri analizën
programeve të Partisë Demokratike dhe ishte i kënaqur me program. Është e vërtet që jemi të kënaqur me programin e Partisë Demokratike sepse na ka kënaqur që në vitin 91 që i vuri zjarri i Shqipërisë, e dogji e shkatroi, nuk la gjë pa bërë, na vrau na preu, edhe tani do na rregullojnë, na japin sekundë bardhë, ashtu si të e bë amerikani. Është e vërtet. Shqipëria nuk ka pse ka frikë popull shqiptar nga tarifat e Trumpit. Sepse neve jemi direkt të varur nga ai. I kemi shtrirë dorën. Babai jon më i mrekullueshëm amerikani për shqiptarët. Kështu e ka quajtur. Dhe Sali Berisha se tani e ka armik, por edhe ky kryeministri i dashur jon i drejton sot. Amerika. Ku e ka Amerikën? Sa ka panë me Amerika? Amerika, dihet e kam thënë disa herë tjera, ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm të botën dhe e luan. Vetëm për sa sundo, hap luthra, vra njerëz, nxit, këta kanë papa Amerikës, bota. E si thoshe kot, Enver Hoxha, larg duar ti për emlizë Amerikanë me Shqipëria. Ishte i menshme, ishte budalla. Edhe vërtet ashtu do të dalin. Gjova kryeministrin. Bëm. Thoshte do të fuqizojmë ushtrinë, kemi ushtri moderne. I bëj një pyetje kryeministrit, nëse e dëgjon. Të gjej përpara ku vajten uzinat, ku vajten fabrikat, ku vajten kombinatet që ndërtoi populli. Ku shi prishi, ku shi hengri, ku vajten tanket, ku vajten avion, ku vajten gjithë ai armatim modern. Që nuk i tërën syri kur popullit shqiptarë dhe shtetit tonë. Gjej këta njerë. Ka dhe një prokurori aty, edhe tha shpëtuam nga i ka qëtë Dumani me shok. Ku që, nga doli Dumani, që nuk do të pare gjukoj. Nga doli, nga këta doli, nga këta klub të këtër hajtu dhe dhej. Dhe të gjej. Ta fojnë të Sali Berisha në Burg. Jo në 11, jo në 12, jo në 13. Kuja, se janë të 12, 13, apo bënd. Të një jetë Sali Berisha, që nuk i la gjek t'i vendi. Kë ka desin? Gjej desin, t'i verë përsa për murit, pasaj paguajnë popullit taksa. Për armë e për një udashka në armë, tani. Nësa dushin në armë të baba. Që duham armëneve, s'kemi luft, që duham buket, që duham këta. Sot i dashka. Ky popull i heq, të në shpa bëpto, që marrin sot 100.000 lek, tension, rojnë me 80.000 lek, 150.000 lek, më farë që kam shumë emocione, edhe sot më delë mua i, do pa i Shqipërinë në Europë. Ku e ka popullin? Ku i ka uzinat, shkollat? Ku i ka spitalet? Vetëm rreth e im kishte 7 spitale zonale. Sot ka njëllu i shkretir aty. Me 5 ke malë të bësh janë Aliz Gjaku. Dobi Koviti. Beri që beri, hengi sa deshja ta e bërë ata. Vota, që malë bëjë Aliz do bëjë të privati. Shteti sa bënte. Që si a fala sot mua, kërë ministri. Ku e ka me baba? Ku i ka? Ku i lumët, të gjithë janë hajdutër. E qartë. Do vjen pa dhe shtatë pas vullit, për kushti verë. Kushti verë. Kush? Vete kanë gurit dhe kanë dole pa në popullit. Vjeni me thotë të ta bëjnë lullë në Shqipërinë. Janë bërë djerë gjitha. Prishën, me kanale. Qati e vëshatishu i tërë dhe qyteti. Ke malë qosh një grua me shmi për dole. Ja kjo është demokracia jonë e dashur, s'ka që nërfil. Mirë, faleminderit dhe ju ditë të mbarë, fundjavë të mbarë, shkojmë dhe presim të tjera telefonata, marim të tjera opinione dhe mendime në këtë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë se erdhët. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, ju dëgjoj. Mirë mëngjes e përshëndetje, zoti gazetar. Cili është mendimi juaj? I përshëndesa dhe këtë jam qëtë ishtë në dakord me to. Në Shqipëri nuk ka zgjedhje. Në Shqipëri nuk ka zgjidhje. Në Shqipëri nuk ka liri. Për padhan llogari. Për gjitha krimet. Për gjitha viktimat që kanë ndodhur tash 35 vjet. Si ato të ligjit 7.501 për tokat, për pronat,
si ato të 97, si ato të Gërdecit, si vendosja Fredi Belerit, vrasit të ushtarakëve tanë, për krye bashkjak në Himar, si 21 janarin, pra për Padhan Llogori, Sali Berisha, Ilir Meta dhe Fatmir Mediu, për pa u sekustru pasuria atine, Padhan Llogori 1.000, çfarë ka ndodhur të 35 vjet, nuk ka tranzicion, nuk ka liri, nuk ka zgjidhje për këtë vend. Atëherë, kur t'japin atë llogari, të sekustrohet pasuria, atëherë mund bëhet tranzicioni, mund bëhen zgjedhjet lira, mund të ndryshojë diçka. I thonë 35 vjet duke shkatru drejtësinë. I thonë 35 vjet duke e vjedh Shqipërinë. Me fabrika uzina si që i përmenën para folsit, sa edhe mineralet tona nuk dihet se nga shkojnë, nafta jonë s'dihet nga shkon, ku nafta në venin tona është ma shtrejta në Europë. Pra këtu ka nevojë për reprezarje ligjore. Të qosh naft Miloševićit në kohën e Sali Berishës, si që nëriti Sali Berisha, kompaninë Shqiponia, nuk ka ma trasti që bëhet ndaj Kosovës dhe ndaj Shqipërisë. Një anë fornizon Miloševićin me naft, në tjetër që shkatro ushtrin në Shqipëri. Çfarë do të thoshte kjo? Që Miloševići ta gjente tokë të lirë, ta gjente popull pa armë, pa pushk, pa simbrojtje, dhe të zinte me rusët pa Shalimonin. Kjo atrasti haptës kombëtare. E qartë. Çfarë ka bën drejtësia deri më sot? Asgjë. Të falenderoj për kohën. Faleminderit ju. Të mbarë. Faleminderit të diel të mbarë. Presim të tjera opinione, të tjera mendime. Mirëmëngjes, mirë se erdhë. Mirëmëngjes. 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 Mirë se erdhët. Cili është mendimi juaj? Atëherë mendimi im për sa i përket tarifës doganore, që ka dhënë zoti Trump, nuk më duket. Alo? Ju dëgjoj, flisni. Por në televizion ka një zër tjetër. Po se duhet ta ulësh zërin, unë e them gjithmonë. Ule zërin dhe jeni ju. Po? Ule zërin e televizorit dhe ju dëgjoj. E kam fikur fare. Atëherë vazhdoni, po, ju dëgjoj. Atëherë, për sa i përket tarifës doganore, unë mendoj se në Shqipëri nuk jep në një ndryshim të madh, se inflacioni tek neve, duke parë të gjitha çmimet, shikoj zoti tani po dalim dhe ne, të gjitha çmimet në Europë janë më të ulta se sa një kilo vaj në Shqipëri me duke parë me pagat tona. Të blesh një Ariel në Shqipëri, edhe të blesh një Ariel në Francë apo Gjermani, këtu është dy fish më i lartë, pa u vend tarifa doganore. Të më thënë, inflacioni këtu të ne është galopant, jo. Qa do ndryshoj me të ne, qa do ndryshoj? Po të vesh në për tregjet tona dhe tregjet e Europës, ne jemi gjithmonë në krye. Qa ka ndryshuar këtu tek neve? 10% që i falemder që vurja i, por ne nga 10 e bëjmë 90 këtu. Ne nuk lëm vend për popullit. Ku janë këta të policisë patimore të gjitha? Ku janë të çmime tona? Lere të avanë që s'ka. Të shka zhyzhemete ne jemi këshu as lart, as poshtë. E i kemi kapur të tëra shifrat. Që sa për politika jo dihet, gënje njeri, gënje tjetri, në mes jemi. Si të vemi këte, dhe të vemi këte, ne asë një gjë, ne ngelemi gjithmonë në mes. Nuk fitojmë asë nga njeri, asë nga tjetri, populli. Më kupton? O t'jesh me këte, o t'jesh me
PD, me PS, Malta, sot gjatash populli është gjithmonë në mes. Ka ngjetë si vezën mes kulaçit. Nuk ka këtu tek neve vllai. Unë të përqafoj dhe të përshëndes për Përshëndetje. Ditë të diel të mbarë dhe ju falenderit që u bët pjesë e mëngjesit sotëm, dhatë opinionin dhe mendimin tuaj. Shkojmë të tjera telefonata. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Cili është mendimi juaj? Mendimi jonë për këto, unë jam shumë dakord me paraforsit, i thanë ata të gjitha me radhë, këtu tek ne nuk ka asnjë shpresë për këtë vend. Nga politikat 35 vjeçare që kanë shkatëruar, e kanë llaboruar, e kanë vjedhur, e kanë vrarë, e kanë masakruar këtë vend. Pa ndryshuar këta, pa ikur ata aty në ekran, ata të vjetër, tu nuk ka mundësi që ne të shkojmë përpara. Po pra, po këta ndryshohen me votë, nuk ndryshohen me fjalë. Po me votë, se dim ku të japin votën. Po atyre thash dhe një që dalin aty, kanë 35 vjetë na kanë lodhur, nuk i shikojmë dot në ekran. Po djalë, nuk i shikojmë dot, na janë mërzitur, se qartë mire na kanë sjellë me ata. Qartë mire. Vetëm të këshia, ashtu si që tha paraforës të çmimet dhe ja shtetet dhe çmimet këtu, se ne kemi njerëz që shkojmë ndaj dhe jetojmë dhe rrim. Këtu është, nuk e di. E qartë. Është një masakër vërtet që na bëhet në popullit. Sidomos në pensionistëve, që nuk na dalin lekët vetëm për ilaçe. E kuptoj. Mirë, unë të falenderoj. Falenderit shumë për telefonatën, për opinionin dhe mendimin tuaj. Shkojmë të tjera telefonata. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhët, cili është mendimi juaj? Ule zërin e televizorit, lutem, se nuk komunikojmë dot kështu. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj, flisni. Mirë, e mbyllim. Shkojmë të telefonata tjetër dhe në pas do të shkojmë një hapësirë të shkurtër publicitare. Mirëmëngjes, mirëserët. Vetëm ju lutem uleni zërin e televizorit. Komunikojmë vetëm nëpërmjet telefonit. Pra uleni fare zërin e televizorit vetëm nëpërmjet telefonit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i nderuar. Mirë se erdhët. Cili është mendimi juaj? Respekt për misionin tuaj, edhe për juve personalisht. Problemi i tarifës doganore, ajo nuk më luan rol, nuk besoj se ndikon absolutisht. Po ne kemi problem më të mëdha se sa kjo shumë më të mëdha. Tani Partia Socialiste ish partia e punës, apo social komunistët të asaj kohë e të përzier me rilindjen e Edi Ramës, është kriju një parti banda që vërtetohet 4 cifrisht. Kësaj si do i bëhet. Kësaj punës si do i bëhet. Me një parti banda, edhe flasën një pjesë verbërist për këtë parti. Për Edi Ramën verbërist, e ndërkojnë e votojnë verbërist. Ku e kam bukë vendin në administratën, e ka fryrë në farmase sa, thot nuk kam para për pensionist. Kje para si? Pa futur këtu, patronazistët, se dhe atë janë të verbëruar, që për një rok 400.000 lek, ose 500.000 lek, marrën familjen e tyre në qafë. Tarhën e familje e fëmijëve të tyre dhe tarhën e tyre. Kjo është problemi madh si do bëhet. Kjo si do shkatërrohet kjo mafje qeveritare. Këtu duhet të votojnë një verbërisht i dashur, jo verbërisht, po të votojnë edhe mos të thonë asnjëherë se janë të gjithë njësoj. Sose i pakrahasuar nuk duhet mërësa një Berishën, as të djatët. Por se pakrahasuar me të krahasos Berishën me një gangster, me një mafioz, me një bandit. Se kjo krye bandit, krye mafioz e Edi Rama, kjo është e vërtetuar me 4 cifrisht më. Të gjithë qeveria ka të gjithë në burg. Pa futur këtu kryetar bashkie, kryebashkiake, drejtore, zëvës ministra që janë këto. Si thot e tjetër, thot unë kam kontribu, dhe një komunist, dhe kam bëdhan kontribut në partinë demokratike unë. Pa hinësive në akshoj këti. Ose e tjetëri që dhe në mërojtje, po kjo se e turfme, të dashë në mërojtje qeverisë sot, kjo se turfme. Është e turfme. A ka në moral këta që flasin këtë një?
Duhet të ndërgjegje, duhet të logjika, mo. Jo arroganca, jo urrëtia. Kam thënë disa herë, jo urrëtia, ndërgjegja. Se këta që flenë të mënyrë nuk vlenë për familjen e tyre. Nuk vlenë për familje, të thëmë sinqerisht. Po që sinqeriteti, digniteti njerëzor, familjar, shoqëror, i e kot, i ban hjet tokës kot. I e njëri, pa njëri. Nuk të flenë të mënyrë. Ne do të qohim në kam gjithë, kam 11 maj aty. Vjen 11 maj. Të qohim i bashkarisht, pa dallim bindjes politike. Pa dallim bindjes politike. Jo i 2 vjetër, jo 3, s'ka 2 vjetër e 3. 3. Që janë 3, mirë 3, po. Pjesa dërmuese e 3-ve nuk dën t'ia di që është politika, që është ekonomia, që është Shqipëria, që është kobi, që është gjë. Po të gjithë ne, pa thashë një, pa dallim bindjes politike, do të thotë gjithë në kam, edhe gjithë të marrin pjesë votime për shkatërruar mafën qeveritare me 11 maj. Edhe të votojmë liderin historik Partisë Demokratike, liderin demokratisë shqiptare, burrin e shërit që ka thënë prova për këtë punë, profesor doktor Sali Berikën. Të gjithë, jo me urrëtie, me ndërgjegje. Gjithë mirat, faleminderit për kohën që më dhënë. Faleminderit ju për opinionin dhe mendimin tuaj. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, mos u largoni, kthehemi më njëherë, presim të tjera telefonata, të tjera mendime dhe opinione mëngjesin e sot. Mendime të tjera, opinione dhe telefonata pa dyshim për temën e ditës dhe jo vetëm. E keni edhe në ekranin ton, vendosja e tarifave doganore 10% nga Donald Trump, sa do të ndikojë kjo në ekonominë e vendit. Mirëmëngjes, mirëserdhje. Mirëmëngjes. Vetëm uleni zërin e televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Uleni zërin se ju verë me vonesë. Të lutem, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Atëherë, cili është mendimi juaj? Mirëmëngjes. Zoti gazetar. Tani kam një mendim për mbledhës, ju lutem. Patjetër. Patjetër. Juve do të më dëgjoni. Patjetër, me kënaqësi. Atë shteti është shtet. Apo jo. Dhe duhet përmendur që janë bërë natyrisht shumë gjëra të mëdha. Ata që janë kundra shtetit, natyrisht ata do të hedhin shumë gjëra poshtë që nuk janë bërë. Por ama po të pyesësh kryeministrin Edi Rama, ai thot, unë kam bërë këtë dhe këtë. Sali Berisha në të kaluarën e tij i ka bërë. Në moment, ai përpiqet, lufton për të vënë në vend sa gjëra që ai i ka humbur, por mua më pëlqen më shumë mendimi i kryeministrit në fuqi, i cili thot të vërtetën dhe pranon, nëse thotë ju do të shpresoni që të merrni pensionit 200, 400, 700 euro, harroni bie shtetit. Ndërsa Sali Berisha thot do ta bëj këtë gjë. Kto janë premtim fushatë. Kam vetëm një vërejtje në drejtim të kryeministrit Edi Rama. Dikur u fol që në Shqipëri edhe mendimet e popullit u fol në fjalë që të vendoset dënimin me vdekje. Ai kundërshtoi me të drejtë dhe tha, më vjen njerëzve shkëta për mendimin e shqiptarëve, është punuar shumë deri këtu dhe kjo gjë nuk mund të bëhet. Por duke shkuar neve drejt Europës, mendoj për një moment që shkuam në Europë, u futëm. Çdo të themi Europës, sa popull shqiptar ka që punon për vendin dhe sa janë në përballje, të cilët, zoti gazetar, më dëgjoni, të cilët ata janë pjesa e shoqërisë shqiptare. Apo jo? Ata që janë burg janë shqiptar, të krimit e tjera dënime nga më të ndryshme, shteti dënon, shteti fal. Në qoftë se fjala vjen. Ata shtetin fal dhe dënimet merren sipas zakoneve. Më lejoni të jap vetëm një shembull, unë nuk jam një anshëm, jam neutral, njoh një rast të vëllezërve nga Hapsi, Kamil Reça. Në qoftë se shteti nuk dënon, ata marrin hakën ndaj njëri tjetrit, por në bazë të rregullave, ata dalin në barazim, ti më vrave, unë të vrave, mbaroj. Shteti që dënon duhet të falit. Duhet, patjetër, kryeministri i Shqipërisë i vitit 2025, në këtë dhjetor, mbaroi dhjetori i kaluar, duhet të mendoj, të ulet, jo të shkojë diku të bëj qefe apo të argëtohet, ai punon sa duhesh, është një problem që aty s'mund të hedhësh dot poshtë, por duhet të ulet me ministrin e drejtësisë kokë më kokë. Dhe të thotë, që neve të Europës si pretendojmë, duhet të bëjmë një amnisti,
duhet bërë amnistie përgjithshme. Apo jo? Shamil Rexha, atje, ai nuk vjet shtetin dhe nuk vret njeri po të dalin nga burgu. Emiliano Shullazi, dikur suport i mbështet si Partia Socialiste, nuk vjet shtetin dhe nuk del nga burgu që ai të përdoroj vajzat e reja apo të bëjë krime. Mendon për nënën e tij, mendojnë njerëzit për njëri tjetër. Duhet, ju lutem, amnisti, duhet falur. Në qoftë se nuk fal, si mund ta ndihesh veten mirë, të festosh dhe të korrësh suksese, kur një pjesë e madhe, një raport jo i mirë, me fjalë ata që dojnë në përburgje, duhet të falur të vazhdojnë jetën. Dikush që nuk e vlerëson, atëherë burgjet prap dera është shumë e madhe. Futesh me njërë brenda. Uroj shumë sukses. Faleminderit për opinionin dhe mendimin tuaj, të diel të mbar, presim të tjera telefonata. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes, Nadia me jamër. Mirëmëngjes, cili është mendimi juaj? Mendimi jam është i më negalit se Amerika jo me e bo vajt, po me e bo një 6 vajt, a 7 vajt, se kur e kanë të pru Shqipëris me shu lek në Amerikë, janë a paka e tarif më të moshat kjesën. Po, për ne shqiptarët ne jemi popullin në nështëm, jemi populli e zeza vetit edhe sa tjetra. Kur në gjdo shtet botet njerëzit që janë tamam kulturu me njerëzit që janë tamam që e njuhin i dërin zotët vetët, me të vërtet do të bëjnë një gjanë, gjatë përshat mija që nga në janë të anën tjetër nga muajt e njëta, nga gjata në muajt, për që di që marojnë votime dhe dalin në veprema i përshtet, për tjetë i marën demokratik. Athena e veta i popull që e ka votu ata që në përshtet dhe tjetë opozitor. A kuptën me ata që e ka votu, po këdi si popull nuk në zësoj se për shak votojnë ata që të grablënë që shteti gjithmonë është lewa e sa quat pluralizm dhe në kapitalizm shteti është ai që e gryn popullin, ai që e hanë popullin. Në shënyrë thamon, e hanë, i ndën taksa, ti thu taksën e 10% të Amerikës, që për mund bërë thamë se e ka mundësi që ju ka kujtu Amerikës, për ne, për mja kujtu, ja ka kujtu për më në negalin, se kanë të proporët e Shqipërisë, për me shku në Amerikë, thot të shqiptarët a janë mirë, bërë ka në pakre. Po unë, dhe i sa popë nuk në rëzësat, që dhe pra ta si vëtën, kur dalin për shtet, ati dhe debat opozitor. Kurse në Shqipëri, kurse e në najna zeza, flitet është 12 vjetë Shqipërinë e ka shtu grim një koncert, jo koncert, po koncert që do ngelin a i gjaki i metën gjithmonë me njullë, gjithmonë i pashërum. Nga një krye hajdut, një krye kriminell, një krye një bandit që do me shnjërzu, ka shnjërzu, a i kur ka shnjërzu familjen, u zdi që atë të kërkuen, kë popull i lavdifëm që e dënë. Nuk flitet në televizorat, asë në tuin, asë në tjetën, Qa ka bo, qa është bo, qa ka pa bo, po mirë më që e ka bo, sa të ke bo, u hekaj. Po këta qa ka bo, të është dhe më të vitë, se s'pa edhe në ta, apo jonë të uknosh, kur e banë resortin, kur e banë resortin më radjen në Corred, më apo ato, a i destinacionin që e ka banë kreministri, më, apo që ashtu bo, më, sa i bjerë një degë, sa i bjerë një kame, sa i bjerë një sot kura koka që më kam folë tonë edhe me ju, edhe me ty, edhe me ondën, edhe me televizor atjerë. Shqipëria ka pas 2 koka me një korp me 2 koka të korrupsionit, erjen 99 dhe kryet kriminelin e hajdudin e Edi Rama. Njona koka ro, po të është amakete se ka me koka e trupi. Dhe kur këshët sot një Edi Rama me kërku vot që ti populli, ky popull nuk e di se çfarë vlerësimi do t'ja japin vetës vetëm. Pa ka mundësi më tash 12 vjet që sa shmosi në qoftë se di si betohet para këtyre presidentave, se si bazë qyfti i këtij bega që si hek edhe statuën e Skënderbeut për me rrua ka që na ka pushtu turkun, edhe ai do ta inaugurojnë, do ta ashtu qeverinë e re
tash di, a ditë kur në ndore në faqe zës, kur shtetohet Shqipëria, që Shqipëri s'ka kur shtetohet pa ka një band. Dhe betohet si nuk do të vjellin, betohet si do të bajtë mirat, betohet si do të jetë me popullit. Po ai nuk ka, tash 12 vjetë, a betu dhe ka bot kundërtën, a betu dhe ka vjellë popullin, ka vjellë dhe ka shnjëzu popullin, ka shnjëzu, ke ashtë që i ka arë për duesh, vetën po me ata vera që i ka me 33.000 e sa, mërë zatë kur ngojt. Unë kam shkuj ditë market dhe i tha maja pa të sopan e vera, 3 kisha tha banë, tha 7.500 leka, o tha shnajt është. 3 kile verë, shto, 3 kishe, 7.500 leka. Po kur me në isha unë 750 gram të këti gogole, këti përbirë që ti gjak pirësit komit shqiptar, që i banë 33.600 lek. Po janë 33 milion e sa marë, o popull shqiptar, marë, po ju bovës në bërë e pashë i horë, marë, ti faqe zytë, marë. Po që miri mërë për a 2 metra mas, miri mërë herë, që ka botë është 12 vjetë kjo gulshetër e zezë, marë. O popull shqiptarë në kam, o zëtë, japja së të të menën ti popull shqiptarë, të idealin zëtë, vetë mërë të moshat tjetë. Okej, faleminderit shumë për opinionin dhe për mendimin tua, ju uroj një fundjavë të mbarë. Ndjekim tani një këshill sa shëndetësore në këto momente, kaq dhe biznesi dhe rikthehemi me njëherë. Mirëmëngjes. Ule zërin e televizorit, lutem, ule. Mirëmëngjes, vetëm ule zërin e televizorit. Ule pak, lutem. Okej, atëherë, po ju dëgjoj. Atëherë, du të japi mendim që dhanë 2 telefonuesit e fundit. Njëri tha që t'i lirojmë kriminalët ai që ka vrarë, ka pre, ai që është marrë me pistolë. Du të nxjerrim në burg, bëj anësi qeveria. Si mund të nxjerrim ne këta njerëz në bëj, ai tjetër ka vrarë, kupton, i ka marrë edhe një familjar tjetër, kupton? Edhe të nxjerrim në burgun atë, edhe filloi asmëria prapë. Gjak derdhje prapë. Normal që tjetër të ditë moj hakun edhe. Ky tjetër, për këtë funit kam një pyetje, o zotni. Sali Berisha, a jenë dakord ti, a që mendimi ke ti që ka fut Fredi Bilerin, që ka fut në partima, aty të partije vetë, për me fut së nesë pas nesë, me fitu partije demokratike të da fusin minister, vaje se që e fut atje. Është në pushtet Fredi Bilerin. Një tradhtar, i që të mund të nuk e i se do Shqipërin fare i, është anti-shqiptar. Fredi Bileri. Kuptojnë që të thënë këta. Që i dumë ne këta? Që i dumë ne këta 2 partit të mlaja? O zotri, a e dini sa ka shku çmimet në Shqipëri? A e dini se qa bërë këtu në Shqipëri? Rinia hiku, çdo gjë për hikan. Këtu është bo, ku që të tamu, nuk e di që hejme t'i vej kësa Shqipëria. Pahajnë pesticide, ma bus. Doli spesi u kapë në Kroaci, u kapë spesi me pesticide. Domatje po ashtu, e tjetër po ashtu. A i mishi, pa sa që kujtun këta është kontroli shtetit, po ishin 12.000 tonë, ma bus. Ku shkuna të tjeret, ma? Sa të kujtove ti me kapët e burë në ujë? Ta kam vite që futën, më. Kam vite, më, dhe bëne shqiptarë për pahajnë plena, më. E sa të kujtu shteti, që ka mishi këshu, hajde bura të ti kapim. Ja, se pistiko është të mëren. Aty është korupcioni, që bëjmë me njëri tjetërin. Nuk janë këta për Shqipëri, nuk janë. Këta 2 partitë të mlaja nuk janë. Nuk janë se janë për interesat e veta. O, ky popull ta kuptoj herë mirë. Ta kuptoj herë mirë që këta 2 partisë nuk janë për ne.
por qytarit i ketë cop, mërë. Çdo gjë dalin këtu, o Edi Rama, një buxhet që përngjoshe njëherë në televizion, e ka mu shembull Edi Ramën. O, zotri, do qeni të folme, e ka mu shembull, thot. Po si e pas ki shembull tjetër, mërë, që i ka përzon shqiptarët, ka përzon 1 milion shqiptarë në Shqipëria. Po si e pas ki shembull atë njëri, ose ke shembull Sali Berishën. O, zot që njerëz që kemi, o ky popull, jena populli më i keq që ekziston në botë, Allah. Jena popull servil, që shkoj mrapa këtyre, edhe mirë na e bojnë. Aq mirë na e bojnë ne, që më sklasin fare mo. Për ta, pa i ka që njena, i më... O, zot, nuk di çfarë flas më. Mirë, unë të falenderoj. Faleminderit që telefonuat, dhatë opinionin dhe mendimin tuaj. Kemi mbritur në fund. Unë ju falenderoj gjithve për të gjitha opinione, telefonatat për këtë mëngjes, ndërkohë që pas pak ne do të kemi edicionin e parë informativ të lajmeve. Mos u largoni nga ekrani i Report Televizion, pas pak me njëherë do të jemi së bashku.